Po vion aksioni për lirimin e hapësirave publike në qytetin e Shkodrës. Prej orëve të para të mëngjesit, institucionet përkatëse janë vendosur përgjatë rrugës Edit Durham, ku po punojnë me largimin e podeve të cilat prej kohësh kishin zavduar trotuaret. Vion aksioni për lirimin e hapësirave publike në qytetin e Shkodrës. Sot puna është përqendruar në sheshin Isa Boletini dhe pranë Ish Hadisës, me qëllim rikthimin e hapësirave qytetarëve pas zaptimeve ndër vite. Sipas autoriteteve, objektet janë vendosur pa leje dhe pengonin qarkullimin normal të këmbësorëve. Aksioni synon në rikthimin e hapësirave të përbashkëta tek qytetarët dhe rritjen e sigurisë në zonat e frekuentuara. Institucionet bëjnë të ditur se ndërhyrje të tilla do të vazhdojnë edhe në zona të tjera të qytetit, deri në heqjen e plotë të gjitha ndërtimeve të paligjshme që pengojnë lëvizjen në hapësira publike.